88 metra e gjatë, 11.3 metra e gjerë. Kjo cistern e quajtur Besart, e cila duhet ishte në portin e Durrësit ose në Spirancë përballë Kepit Rodonit, është sjell nga stuhia në Bregdetin e Tales. Ka ngecur në rër rreth një javë më parë. Stuhia e fortë që goditi Shqipërinë e detyroi anijen të vinte këtu për arsye të kputjes së Spirancës. Sot ka ngelur në Ceksin dhe po mundohet me eskavator të krijojnë një kanal për ta lehtësuar, pra daljen e saj. Megjithatë, anija 3000 tonëshe, e cila konsiderohet e tonazhit relativisht të rënd. 3000 tonëshe do të ketë shumë të vështirë të shkëputet më nga sipërfaqja e rërës ku ka dalë në zonën e Tales. Anija ka flamur tanzanian, është e regjistruar në Zanzibar. Personeli ndodhet brenda anijes sot. Policia Kufitare Shqiptare ka shkuar disa ditë për t'u çuar ushqim. Nuk e di se kush është pronari, po di që po bëhen tentativa për ta lehtësuar nga njëra anë. 88 metra afërsisht me 11.3 metra, pjesa e sipërme është ura e komandimit, ndërsa anija ka ngecur në një ceksi rëre që është më pak se sa kyçi i këmbës. Nga Bregdeti Tales, Lezhë.